Pas muajsh të tërdhune masakrash dhe dobimesh masive të shqiptarëve nga shtëpitë e tyre, 27 vjet më parë në pranverën e vitit 1999, qielli mbi Kosovë mbush me zhurmën e avionëve me shpresën se fundi i luftës po afrohej. Ishte nata 24 marsit 1999 kur filluan bombardimet e NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe, një moment që do të ndryshonte përgjithmonë rrjedhën në historisë së Kosovës. Kur filluan bombardimet, për shumë qytetarë ato nuk u pan vetëm si sulma ajrore, por si një shpresë për shpëtim. Gjatë 78 ditëve të operacionit, forcat ajrore të 19 vendeve anëtare të NATO-s realizuan mbi 38.000 fluturime, prej të cilave më shumë se 10.000 ishin misione bombarduese. Shtetet e Bashkuara mbajtën rolin kryesor duke kryer mbi 60% të fluturimeve dhe mbi 80% të goditjeve. Ndërkaq që në Kosovë vazhdonin dobimet masive dhe krimet ndaj popullsisë civile. Me 1 qershor 1999, Beogradi pranoi parimet e grupit G8, ndërsa me 10 qershor NATO-ja pezulloi sulmet pas nisjes së tërheqjes së forcave jugoslave nga Kosova. Po a ditë, Këshilli i Sigurimit të OKB-s miratoi rezolutën 1244 duke vendosur bazën për administrimin ndërkombëtar të Kosovës dhe praninë e forcave paqruajtëse. Një ditë më parë, me 9 qershor, ishte nënshkruar marrëveshja tekniko-ushtarake ndërmjet KFOR-it dhe autoriteteve të ish Jugosllavisë, e cila përcaktoi kushtet e vendosjes së trupave ndërkombëtare në Kosovë. Sot, 27 vjet më vonë, kujtimet e asaj pranvere janë ende të gjalla. Bombardimet e NATO-s mbetën një nga momentet më të rëndësishme historike për Kosovën, sepse ato shënuan fundin e luftës dhe fillimin e një epoke të re. Për vjetorët si ky, nuk janë vetëm data në kalendar, por janë në kujtesë për sakrificën, për dhimbjen, por edhe për qëndresën e një populli që kërkon të liri. Kjo pasi ajo pranverë quhej pranvera luftës, e dhimbjes dhe shpresës, e gjithsesi edhe e lirisë që po vinte.